Mos na le pa punë ishte njëra nga pankartat e shumta në duar të protestuesve të cilët protestuan këtë martë në Prishtinë para qeverisë dhe kuvendit. Dhjetra biznese në krye me odën ekonomike të Kosovës realizuan protestin e dytë kundër vendimit të zyrës së rregullatorit të energjisë për dalje në treg të lirë energjetik. Kërkesa e tyre ishte e qartë, vendimi i ZRE-s brenda 10 ditë të pezullohet. Ne duam tranzicion, nuk dojmë imponim. Andaj, prape përsëris, kërkesa jonë është që brenda 10 dite ZRE-a ta pezulloj vendimin për daljen në treg të lirë. Qeveria e Republikës Kosovës të ullet me ZRE-n dhe ta gjej mekanizmin ose masat të cilat do të ndihmojnë biznesit që të mos ta vrej efektin negativ, që të mos ndikojnë në kostën e jetës së qytetarëve të Republikës Kosovës. Qeveria para disa ditëve i dau 30 milion euro mi avrit pagat punëtorëve të sektorit publik. Aq na duhen neve për mi rujt 150.000 vendet punës. Asnjë më shumë. 30 milion euro edhe BE ka thonë që me dalë në tranzicion kadal në treg të lirë, jo me monopol. Nuk po dojmë më shumë. Shteti i Kosovës ka nevojë për sektorin privat, si shtylla kryesore e zhvillimit ekonomik të vendit. Ne kemi nevojë për prodhues vendor. Prandaj sot kemi dalur për këta prodhues të pak që i ka Kosova. Këto bizneset të fuqishme që pak i ka Kosova, mos t'i paksojmë, po t'ju ndihmojnë zhvillohen, t'ju ndihmojnë zhvillohen dhe të rriten, edhe bizneset e tjera, të cilat janë të vogla, të bëhen të mëdha. Misioni i Aleancës Kosovare të Biznesit ka qenë gjithmonë dhe do të mbetet për të mbështetur zhvillimin ekonomik dhe atë prodhues të Kosovës. Pas qëndrimit për gjysmë ore gati në shesh, konkretisht para objektit të qeverisë dhe kuvendit, protestuesit në përcjellje të policisë kanë marshuar nga sheshi Skënderbej deri të gzyret e ZRE-s. Me vendosjen e pankartave para ZRE-s, protesta u shpallë mbyllur dhe protestuesit u shpërnda në mënyrë të qetë. Kjo ishte protesta e dytë e bizneseve kundër vendimit të ZRE-s pas asaj të 29 majit kur me kamion i bllokuan hyrjet e kryeqytetit për 2 orë.